Përshëndetje. Në fakt, si që tha dhe ju, prej orës 8:30 mëngjesit të sotëm, një përfaqësi e banorëve të zonave të përmbytura të qarkut të Shkodrës, konkretisht banorët e livadeve, janë drejtuar mjediseve të jashtme të prefekturës, pasi siç kishin paralajmëruar edhe më herët në protestat e zhvilluara, ky 25 janar, pikërisht ora 9, do të shënonte nisjen e grevës së orisë pas mungesës së një përgjigje nga ana e qeverisë shqiptare për sa i përket dëmshpërblimit të përmbytjeve të viteve 2010-2011, ku ende kompensimi i tyre për dëmet në bujqësi, banesa, por dhe biznese nuk është kryer i plot. Duhet thënë që forcat të shumta të policisë dhe të ndërhyrjes së shpejtë të repartit të Shkodrës kanë qenë të pranishme, të cilat kanë marrë në kontroll pikërisht institucionin e prefektit, por prezenca e policisë ka qenë e lartë edhe në mjediset përreth kryesisht pedonales të qytetit të Shkodrës. Banorët kanë sjellë fillimisht një çadër ku në mungesë të hyrjes brenda institucionit prefekturës ku kishin paralajmëruar se do të zhvillojë protesta, kanë deklaruar se do të bëjnë pikërisht ngritjen e çadrës në pedonale për të nisur këtë grevurie, por deri në momentet që flasim donse ka kaluar një orë nga orari i paralajmëruar për nisjen e kësaj greve, ende kjo e fundit nuk ka filluar. Vijojnë të jenë të shumtë forcat e policisë në mjediset përreth institucionit prefektit, ndërkohë që kjo përfaqësi e banorëve më herët deklaroi për media që janë të vendosur në kauzën e tyre, do të hyjnë në grevurie deri në momentin kur qeveria do t'u akordojë edhe shumat e përcaktuara për këto familje të përmbytura të disa lagjeve periferike të qytetit dhe të gjithë zonës së Nën Shkodrës, ku në total janë mbi 13.000 familje, në fakt që kanë deklaruar që nuk është kryer i plot kompensimi i dëmeve të përmbytjeve. Duhet thënë që numri i protestuesve gjatë ditëve të shkuara në zona të ndryshme ka qenë disi më i lartë, ndërsa për sa i përket hyrjes në grevë, zyrtarisht në komisariatin e policisë së Shkodrës pak ditë më parë që është dorëzuar njoftimi, janë vetëm 6 emra të cilët kanë shprehur vullnetin e tyre për të nisur këtë grevurie. Pikërisht këto 6 persona që do të hyjnë në grevurie janë banorë të lagjes periferike Livade në qytetin e Shkodrës, që më herët kanë qenë përmbytur. Duhet thënë që brenda institucionit prefektit në orët e para të mëngjesit kanë qenë edhe drejtuesit më të lartë të policisë së Shkodrës, pikërisht drejtori i këtij institucioni së bashku edhe me përfaqësuesit e forcave të ndërhyrjes së shpejtë, të cilët kanë marrë kontakt si me protestuesit ashtu edhe me prefektin e Shkodrës, ku ky fundit ju ka bërë edhe më herët thirrje banorëve që të mos hyjnë në grevurie, pasi ka rrugë të tjera për të konsumuar, duke ju sugjeruar banorëve të drejtohen gjykatës për kërkesën e tyre sa i përket kompensimit të dëmeve të përmbytjeve. Edhe një detaj që duhet theksuar për sa i përket të gjithë kësaj situate të krijuar përgjatë këtyre viteve, protestat në fakt të banorëve kanë qenë të shumta dhe nga ana e qeverisë shqiptare ka patur një përgjigje që ka qenë pikërisht kompensimi i bërë për këto familje me faturat e papaguara të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Fakt që nga banorët kundërshtohet, pasi ky kompensim sipas tyre nuk përmbyll gjithë atë detyrim që shteti shqiptar u ka sa i përket dëmeve të shkaktuara gjatë atyre viteve, kur edhe zyrtarisht në Shkodër kanë qenë rreth 6 ish komuna sot njësi administrative dhe disa lagje të përmbytura.